Sot është dita e Sultan Nevruzit dhe du t'ju sjell pak këtu te Bektashit. Shikoni 2 sekonda se çfarë bëhet këtu. Dhe sot ka shumë njerëz që vinë me familje dhe bëjnë ato vizita dhe rritet e fesë bektashiane. Unë nuk i di mirë këto rregulla, kështu që nuk është se do flas shumë, po do t'ju tregoj vetëm atmosferën sot. Është një tabel këtu që thot drejtimet e ndryshme. Këtu është një vend shumë i bukur, me disa pemë fantastike. Është një vend i paqët. Ndjehet një lloj qetësie shpirtërore, po themi. Ka disa tregtarë ambulant që shesin gjëra të vogla, po me vlerë të madhe. Sot me sa po shoh ka dhe shumë turistuar. Ja u tregoj edhe pak busin i Mamaliut. T'ju tregoj edhe 2 sekonda, vendi ku ndizet qiriu. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.